Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu njoftoi se ka nisur kontrollet e të gjitha firmave për prodhimin e kanabisit mjekësor. Siç tha në një pres konferencë, duhet të kontrollohen 43 licenca. Një kontroli već je od denes ka počnuvat, nije zajedno sa Ministarstvom za unutrašnje работи. Nga sot nisin kontrollet e jashtëzakonshme bashkë me Ministrinë për Punë të Brendshme. Në seancën e fundit të qeverisë u miratua vendimi për emërimin e anëtarëve të komisionit ndërresorial. Do të udhëhiqet nga Ministria e Shëndetësisë. Ishte krijuar në vitin 2017, por nuk gjetëm asnjë raport nga puna e tij, edhe pse është një nga më të rëndësishme që të kemi qasje se çfarë ndodh lidhur me prodhimin e kanabisit për qëllime mjekësore. Sipas njoftimeve të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë, kompetente për dhënien e licencave për kultivimin e kanabisit për qëllime mjekësore, në Maqedoni për momentin ka 43 subjekte juridike që posedojnë leje. Prej tyre, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, 14 subjekteve juridike u është marrë leja, kurse për 4 të tjerë zhvillohet procedurë për marrjen e lejeve për shkak të parregullsive të konstatuara.